Në këto qaste të bajramit, busqe shtyra e muslimani. Sot ka gzim bota islame, kënon Kur'an e drejtë zane. Allahu Ekber. Muslimane, sot festojnë bukrin bajrame. Zohu muslimane. Le ta shfrytëzojmë këtë bajram për të pajtuar zemrat, për të falur njëri tjetrin dhe për të afruar njerëzit. Le të jemi zë i unitetit, i urtësisë dhe i paqes. Feja jonë nuk na mëson të ndajmë njerëzit, por t'i bashkojmë ata rreth të vërtetës, drejtësisë dhe mëshirës. Le të mos harrojmë ata që këtë bajram nuk kanë pranë me të dashurit e tyre, ata që e presin festën me lot në sy, me mungesë në zemër apo me sofër të zbrazët. Le të jemi dritë për ata që janë errësirë, ngushëllim për ata që janë të lënduar dhe shpresë për ata që janë të thyer. Kurban Bajrami nuk është vetëm fest, është kujtesë. Kujtesë se njeriu pa Allahun humbet rrugën, ndërsa me Allahun gjen dritën edhe në errësirën më të madhe. Kurban Bajrami është festë e besimit, e sakrificës dhe afërsisë me Allahun. Është dita kur zemrat e besimtarëve mbushen me falëndrim ndaj Zotit për të gjitha begatitë që ai na ka dhënë: jetën, familjen, shëndetin, furnizimin, sigurinë dhe udhëzimin e fe. Urime festa e Kurban Bajramit. Qoftë kjo një festë e cila na bashkon të gjithëve të jemi pranë njëri tjetrit në respekt, në dashuri, në bashkëpunim. Lutim Allahun që sofrat e të gjithëve të jenë plot, që familjet tuaja të jenë shëndosh, që të kemi një perspektivë, që ta kemi rinin tonë këtu në qytetin tonë, në qytetin e Vushtrrisë, në Kosovën tonë, për të cilën është derdhë shumë mund, gjak, lot dhe sakrificë. Amin. O Allah gjithëmshirshëm, në këtë Kurban Bajram, kur zemrat përulen para madhështisë sate dhe shpirtat kërkojnë afërsinë tënde, zbritën mbi ne paqen që qetëson zemrat, dritën që ndriçon rrugët tona dhe mëshirën që shëron çdo plagë të shpirtit. Pastroj zemrat tona nga urrëtia, mbushi ato me dashuri, falje dhe sinqeritet, dhe bëna prej atyre që të kujtojnë ty në çdo moment. O Zot, pranoj lutjet që dalin nga zemra, lotët e heshtur dhe shpresat që ngrihen drejt qiellit vetëm për ty. Bekoj familjet tona me harmoni, sofrat tona me bereqet dhe jetët tona me dritën e udhëzimin tënd. Na bëj prej robërve që sakrificën e bëjnë me iman, dashurinë me sinqeritet dhe jetën me devotshmëri. Allahu i pranohet kurbanet tona dhe na mbuloft gjithmonë me mëshirën e tij të pafundme. Paqja e Bajramit le të mbushë shtëpinë tuaj me dashuri, harmoni dhe bekime të pafundme. Amin. Me fat festa e Kurban Bajramit.